Skerdi Tushi emërohet drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Antikorrupsionit. Vendimi u mor gjatë kësaj të premte nga Këshilli i Ministrave, ndërkaq është liruar nga kjo detyrë Insidor Rexhepi, i cili ishte vendosur në krye të Drejtorisë së Antikorrupsionit që prej nëntorit të 2024-s. Përpara se të merrte këtë detyrë, Skerdi Tushi ishte shef i kabinetit në Bashkinë e Vlorës, detyrë që e mbajti për afro 2 vite. Në mbështetje të nenit 100 të kushtetutës dhe të pikës 4 të kreu 3 të vendimit numër 436, datë 26/6/2024, të Këshillit të Ministrave për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Antikorrupsionit, me propozimin e Ministrit të Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, Këshilli i Ministrave vendosi që zoti Skerdi Tushi emërohet drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Antikorrupsionit, ngarkohen Ministri i Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, si dhe Drejtoria e Përgjithshme e Antikorrupsionit për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në fletoren zyrtare, thuhet në njoftimin e qeverisë. Ky ndryshim që u miratua këtë të premte vjen menjëherë pas ndryshimeve në kabinetin qeveritar, ku u emëruan disa ministra të rinj dhe zëvendës kryeministrja. Drejtoria e Përgjithshme e Antikorrupsionit ka mision të sigurojë parandalimin dhe goditjen e korrupsionit në institucionet e administratës shtetërore, entet publike, shoqëri tregtare me kapital shtetëror. Skerdi Tushi tashmë do të drejtojë këtë drejtori teje të rëndësishme.